Kurse di se ti e ideove, mos Unë bëj kam kot të mendoj shkëloja. Ti ke printuar gjitha. Po që ngjani. Vetëm një boj flok kështu duhet. Tani prit, a është literalisht është? Jo, prit e kam me vërtet. Bardhosh apo Jo, është? e kisha me vërtet. Unë thash boj flok, është më. Prit. Një lojtar, jo, po ta përshkruaj kështu. Unë jam një lojtar. Ha? Na alarm miq. Jemi, hajde. Unë jam një lojtar për cilin u harxuan miliona, por nuk fitova dot Ligën e Kampionëve, por fitova dashurinë për byrekun tek Real Madridi. Byrekun? Oh, byrekun apo hamburgerat? Për hamburgerat. Eden Hazard. Ashtu ai? E pranove që dashuron. U bë Bagdad ku erdhi kene, mortja. Po, ngjani vërtet E në blem. tavën. Ngjajmë vërtet me ta? Shumë profil po. Mora Hazardi na nxiu jetën. Edhe nuk e doja si blerje, e vërteta kjo. Nuk e doja si blerje kur u Mos sa fut ko sigurisht ai Po nuk tha më do bëj binte namin. stili i tij më burr. Jo, nuk më binte stili i tij. Kur erdhi ai tha do bëj namin. Zgjedh Floro lojtarin tim që kam Ja zgjedhur jam ty. tu. Një, çfarë duhet? Po. Mos e shif. Mos më bëj hile se hape. Lojtari i parë. Pa e pashtë të marrin tjetër. Bëje mix. Bëje përzjeje, se thash anglisht. Jepi. Cezar, Oho, fiksa ai që doja ta nisja unë. Po dëgjoj. Do e gjet me fjalinë e parë, po do më lësh ta përfundoj deri në fund. Të lutem. Okej. Atëherë. Unë si lojtar kam fituar 8 topa të artë. Por 5 prej tyre i kam marrë me mik. Do të marrë deri në fund. Nuk e njoh këtë. Në 2010-ën e meritonte Iniesta, Schneider ose Milito. Të gjithë e dini pse. Në 2012-ën ma dhan mua edhe pse Ronaldo mori La Ligan duke shënuar golin vendimtar në El Clasico dhe edhe pse Iniesta u shpat lojtari më i mirë evropianet që u fitua nga Spanja. Në 2019-ën ma dhan mua topin e artë edhe pse nuk fitova asgjë dhe Van Dijk fitoi gjithçka me Liverpoolin. Në 2021-shin Lewandowski thiu rekordin e Gerd Müller për gola në Bundesliga, 40 atëherë. Dhe fitoi gjithçka me Bayernin. Në 2023-shin më dhan topin e artë se fitova botrorin, 2022-shin edhe pse Haaland atë sezon kreu super sezon duke fituar tripletën dhe u shpall këpuca e artë me 50 gola të shënuar. Kush është ky lojtar që ka marrë 5 topa të artë kot dhe me mik? Më pëlqen shumë eseja që ka bërë që donte 200 fjalë, por ky është Leo Messi. Leo Messi, 5 topa të artë me mik. Edhe të thuash për këtë që ka fituar topat e artë me mik, unë të them, Sa po ti restova? nëse mua bullizoni që vura De Jongun, ty të bullizojnë Sa gjithë po ti komentet restova fakte? që thuan që ky lojtar ka fituar topat e artë me mik. Sa po të restova faktet? fitu Messi Në topa të artë me 2010-ën e mori me mik, e meritonte Iniesta ose Milito ose Schneider? Nuk e di. Më mirë e përmblidhe gjithë këtë me një fjali thonë nuk marr vesh nga futbolli. Jo, po Nuk ti marr vesh nga të restova vitet më sotri. Po çan këto vite. Po si, në 2010 e meritonte ai Schneider ose Iniesta. Jo 8, ka meritu çdo vit topin e artë, çdo vit që luaj 16 ka meritu. 16 ka meritu. Të restova faktet, në 2010-ën Iniesta me Schneiderin, në 2012-ën Ronaldo ose Iniesta, në 2019-ën Van Dijk, në 2023-shin 22-shin Lewandowski, në 2023-shin Haaland. Mund të jesh E në burr Real tani. Madrid mund të jesh. Po i ke burr. Çdo natë. Hidhen tok, siç e meriton. Hidhen tok. Hidhen morën tok atë Çdo natë po për i Leo ke Messi çikeni këto mor. duhet në sinqeri dhe të lutesh që Po Zoti e ka falë të lojtari. Po, e ka falë se blatëri me shoqe me shoqe, e ka mund, duro. Apo e ke ti? Aman ti e ke ti. Kjo është ime, ha? Se qesh më burr, sa ka për Po se qesh? unë nuk kam nevojë, ti ke përshkruar me ese letrare, po unë nuk kam nevojë se një tek fjalim mjafton ta tregoj. Lojtari më i mirë në histori, e gjeta. Jo, e di. prit. E gjeta po lëre. Unë jam një lojtar Po. që erdha me shumë lavdi te Real Madrid. Erdha i artë te Real Madrid, por u largova me balt. Nëse ky është Ronaldo, Jo. Ronaldo. Po nuk ta përshkruaj kaq letra Ronaldo, jo. erdha i artë u largova me balt. Mendoj. Erdhi me pritshmëri. Erdhi me top të artë, zotëri. Oh! Braziliani. Është brazilian? Po. Ricardo Kaká. E pra. Dakor. Çka ke për të thënë? Dakor, të vërtet. Çka ke për të thënë? Po te Dështuat, doji Mourinho. dështuat, dështuat një nga lojtarët që në atë kohë ishte më i miri për Brazilin e vet. Si ka mundësi? Kjo. Dgjoj, tani se më kujtua kjo fanella. Shiko çfarë foto e kam, Ka qenë viti 2012, që më ka pas Real më të frikshëm se ky vit, me Ronaldo, Benzema, Kaká, Ozil. Sa ka dalë Real Barcelona atë vit? Sa më me sa ka dalë? Mos ka qenë 50-0? Jo, 50-0 ka qenë 2010-ën. Kjo ka qenë 2012-ën. Sa mirin ban më ditë dhe hidhur aty. E di që kam qa, ke nesha 50-0 kam qa, kam një dhon kam qa. Nuk kisha dyshim fare. mi ta Nuk doja me të pyes, thash do Po me këtë tregu. sezon kemi qenë super skuadër, na hoqi Bayerni kot dhe këtë sezon morëm La Ligën duke ju rrafur ju në El Clasico nesër direkte. Pas kanë qenë mirë Me fare. kalmën e mirë njohur të Ronaldo, se mban mend?
E mban mend Jo, me nuk e këtë mbaj mend. faneta Unë që. Nuk para vuj kaq shumë këtë që Me fund. këtë fanetë Nuk e kaq mbaj shumë. mend, nuk e mbaj mend. Kaka keq më vjen, por Florin mbetesh. Jepi miku im. Flori nuk mbetet se Flori i ku Jepi, bëhet more, Reali. jepi. Flori ka qenë te Milani ai. Bravo, bravo. E shef kamera, e shef. Gjithmonë kam pasur vendin më të mirë të mundshëm për të shijuar golat e Ronaldos në El Clasico. Dura. Pata probleme edhe me vetë bordin e Barcelonës. Edhe tifozët e Spanjës më vërshëllyen. Jam aq mbrojtës koti sa edhe Shakira më dribloj. Jepi miku im. Por. Gjej Mund të jetë lojtarit. mbrojtës kote ky. Oh, kot Por fare. ajo foto ti me 5 gishta lart Bernabeu do ngelet gjithkohën apo? Apo? Falenderoj që është televizia, do kisha thënë një llaf tani për ato Thuaj, pesë kishat thuaj, atit. thuaj. Mund t'i fusi ku doj. Po çali, ja futi Realit atë natë. Ja futi Realit atë Hajde, natë. hajde, ik me gjatë. Po ik me gjatë lojtar koti. Brojt Koti e ka majt Ramos i tërkohës ke Spanja, po hajde. Çali dhe ka kjo? Brojt Koti. Jo, nuk ka. Je ta thosh u këtë binde gjë në që burr. e dribloi Shakira, Po, pëlqeu, ore, e bukur shiko, ishte. Imagjino, ti je tifoz i Real Madrid, merresh me jetën personale, që parë më the për Masatuono, si e ka ai, tani më thua jo po Courtois, jo po Piqué, merr me futbollin, jo me Sepse ne jetën. shënojmë brenda dhe jashtë fushën miku im. Zakonisht që kanë shënuar. Ja, brenda dhe jashtë shënojmë, fuqishëm. Okej. Le, e kam unë. Po. Po marr këtë. Pse qesh për të lojtar, po bursa ma nxive jetën, po bursa. Po se kam gjithmonë një përshkrim perfekt për ta bërë. Ha. Tani. Do mbetem gjithmonë numri 2 në futboll. Ah! Nuk dua të përshkruaj më shumë, vetëm kaq, do mbetem gjithmonë numri 2 në futboll. Ky unë e di kush është lojtar është. Por numri 2 në futboll do ngelet Messi. Ky është i madhi Cristiano Ronaldo. Ja. I madh është. Të vjen keq kur e them, ë? Nuk është numri 2. Numri 2 do mbetet gjithë jetën. Shiko, shumë lojtarë mirë, e pranoj që është mirë, po do mbetet 2 nuk është keq. Pra podiumje. Marcel, këtë e pranoj se tash më mirë, duhet ta presh, ma hapësh mua ta kem kështu për. Ta postoj shpesh herë. Po s'ta kur dush. Mbreti Nuk e keq. është i madh. E di çfarë vjen keq, se e respektoj si lojtar, me thënë drejtë. Respekton. Por duhet të riqet para se shkojnë 1000 gola se po vull shumë i shkëti për të arrit. Pse? Edhe po Super gol me Al më Nassrin. dëgjoj. Super gol për Al Nassrin. Tifoz ekipeve arabe, më dëgjoj pak. Duhet me u tërheq para kohe. Këta nga MLS-ja. O zot. Duhet me u tërheq. Amane, po më dëgjoj amane. pak. Po amane. Mos u bën usjar tani. Duhet me u tërheq. Nuk ka, do bëj 1000 gola, 2000 prapë, dyti do mbetet. Tjetër ka vaj 8 topatar, nuk intereson. Ti restova 5 që ka marrë me mik. Lere hat. Vazhdo. Sa bukura. Por ju nuk më plaste fare. Kështu nis fjalia. Kush është ky? Mungoja në servitje shpesh herë. Një herë humba edhe një ndeshje sepse fjeta më shumë se ç'duhet. Harxhua çimet e kokës për mua. Së fundmi, ju lash talentin tuaj duar bosh. Thuaj emrin. Asa olla fjetë të Ka qenë që na ka ofendu ka shumë. Ha, Ka fjet gjumë në karat e Barës? ka një ndeshje të Barës se kishte zënë gjumi. Nuk kam më nuk. My bro don't give a fuck për ju fare. Fare. Nisu me fjalin e fundit. Së fundmi ju lash talentin tuaj duart bosh. Ai, të merri juaj. Ha? Përshkrimi është potent. Pas ke bë me hile, Pse? si Shumë. zhvujt ti ka nevojë dhe unë. Po shkrim ishte i saktë, më kështu është e vërtet. Ishte po. Me ju ka tallë me nderin servitje nuk dilte. Au, Jo, ky është tallë me veten e vetë atë pa. tallë me ju më. Ky ka Ju ka marrë lekët. Ka ofendu vetëm familjen, Ju ka gjithë marrë- popullin ase- francez. Më beso Po. ai nderoi vetëm me topin e art. Po ai nuk e dinte se do vinte ardhmë aty. Shumë në rregull ai miku im. Ai ka qenë një nga lojtarët më shtrenjtë që ka bler Ai është Barcelona. ndër lojtarët që me ju ka tallë me nderen. Jo, Ndër. ato nuk e them dot. Dhe kur them ndërët, kam në mendje dy tjetër që kam bërë gati më vonë. Po vazhdojmë pak të ngrej lojtarin unë. Pse ke edhe një, do të kesh edhe një tjetër miku im. Një? Po je ti me round, domethënë. Po do të kesh dy lojtar tjerë. Po ti. pra, un kam dhe një round, ti ke edhe 2. Okej, prapë nuk jam dakord. Çfarë është ky? Se çes prapë po Çfarë? çka ke? Pyetja çfarë është ky që ndron shumë? Se lojtar futbolli nuk e di është apo jo. Është pak e dyshimt. Atëherë, Më shqetëson që qesni ju të dy, se është konfirmim. un po them fjalën e tij. Un kisha prirë për të bërë kasap. Por gjatë rrugës gjeta një top futbolli dhe vazhdova të luaj. Por ky është ai mbrojtës që kur vjen puna për sedër dhe për të mbrojtur është i papar. Fakti që ti e di, Ky është ai mbrojtës që në 2016-ën po ma le të si vinë burr. bëri tifozët e Argentinës të ishin me Francën finale, por jo. Ma le Ky të si është vinë. Pepe, Pepe. ky është Lordi. A ka qenë lojtari më Ky keq? është mbreti. Lojtari më urryer në Ky historinë e lojtari më i futbollit? preferuar, ndër më preferuar e mi.
Për ty. Ti me Ramosin të dy në qendrën e mbrojtjes, miqtë e mi, ishte një mbrojtje që të merronte këdo. Vetëm një tifoz i Real Madrid mund ta preferoj Pepen si lojtar futbolli. Lojtar më të rryer nuk ka pa historia. Tani un kam dy fleta ty ta ngel një për të ngritur. Se ke lënë mangut ose s'ke marr një. Hape një herë pastaj ta tregoj. Okej. Kë ke lënë mangut? Nuk mendoj që kam lënë njëri. Ke lënë mangut një. Hoqe një ti se te e pash. Nuk e hoqja, ishte ky i fundit. Harrove pas do unë. Okej. Ky është. Edhe pse jam milioner, Gjë direkt. po e di po duro. Miliarder. Refuzova të largohesha nga ju ku më kërkuat dhe ju mora çdo qindar që më detyroheshit, edhe pse ishit në krizë financiare. Është legjenda Breath White. Bravo. Është Po loti. shiko, nuk kam çfarë thënë për këtë se ky nuk pati. Tallu me nderin me ju. Jo, po talli me nderin tani Mbas është Dembeles. një lojtar. Ju mori lekët, më ka Një miliona, lojtar ju nga- mori lekët. Ju griu. Po çka ka nevojë për lekë të futbollit? Me beat e lajmë që do bitet e Barcelonën. Një lojtar i cili ka ardhur nga Danimarka, nivel mesatar. Edhe ka luajtur në Barcelonë, nuk mendoj që mund tallet. Se është lojtar i cili e ka për Lojtar mesatar. Ju e morët, i dha letë dynjas, ja u ose mori ne lekët ishim- 1-1. Ishim moment, a di me ka qenë balotazh ky zotëri? Me Depay, më ka qenë me Depay. Me Reymana e ka qenë. Ka qenë me Depay, ja, Apo le mos me ja fut Reymana, kohë, Reymana ishte ke Barcelona në atë kohë ka Ky qenë ka qenë me Depay informacion me De Jong, Barcelona në atë kohë ka qenë Po, Breath lëre, White, ka qenë- Breath White apo Reymana për dytë me Jo. Getafen. A kupton ti? Si po tallet ky me Barcelona, ky ishte më i mirë Ka në atë qenë kohë. ka qenë Depay dhe De Jong. Po ka pra në qenë atë kohë ka njëjti qenë. Po njëta vit, Depay u dëmtuar pra në atë kohë. Dakor. Tani dëgjoj, e kam unë. E pra ka edhe një ti. Po jo më do të kesh dhe një ti, po ta bëj pa foto unë ti këtë. Ma përshkruaj pak. I ke shumë pikante ti. Tani isha te Real Madridi, po nuk më vlerësuan kurrë aty. Dhe shkova te ekipi më i mirë në botë për të bërë prapë një lojtar shumë i mirë. Po. Dhe tek ekipi po. Ma odi argumentin poshtë. Ta Do edhe thoya argumentin te poshtë. ekipi më i mirë në botë do të mori të pletën, po e mori dhe aty. Po ka marrë 6 pletën aty po. 6 i mori. Po. E mirë sa muaj leto. Sa muaj leto. Nuk 6 trofe, 6 ka 6. Sa muaj leto. Prit tani, se ma- ti ke arruta bësh O, ose se ke bërë ma foto përfundon kastile. mendimin për këtë. Ço ti bëj A foto? hoqë si lojtar pa vlerë do bëj një lojtar shumë mirë të Ku Barcelonës. ka ik etoja nga Reali vlla jot ishte 7 vjeç, smërta vjeç në futboll. Po tani edhe unë them isha i vogël kur ka luajtur Piqué. Nima ne hoqëm këtë, morëm gjithë lojtar të tjerë, më sa ne kena ishte Robenin e tjerë dhe Unë zëvendësum. po them për një lojtar që Ne ka bëmë te rivali juaj direkt. Aman, Nuk vetëm ka ju pa- mos flisni. nuk ka pa shumë Vetëm kan- ju mos flisni Ka do për t'ju plus. marrë lojtar nga Figon. spektakël. A ishte blera më spektakolare. Vitet e fundit. Ore zotri, a ishte blera më spektakolare e Jo, Figos. jo. Shkoi Perezi si ata në për filmat e diti, ajo muzika, si është ajo muzika, rroba 50 Shades italiane. of Grey, po. Jo më çfarë ishte ajo Po çfarë italiane. filma është bën tregon. Perezi ja mori Figon, ju tha Barcelona Figo, urdhra. Faleminderit. Gjinçi të lojtarit, dhe se ke foton. Po nuk Gjeta më nuk e di ku ishte. kështu, ka stile ti rrezik e parë, po s'ka problem. Jeni aq budallënj sa paguat 160 milion euro për mua dhe më çuat në huazim. Duro të lutem. Te ky huazimi ju futa 2 petlla dhe festova teksa ju degeneroheshit në Champions League. Si ajo shpreha e urt, ta ka bër gruaja? Ti ma prisë ta thoja unë. Ti do ta thoje po, ti prisi pa ta ta, ti thoja më unë. shijonte. Kush është Tani. lojtari diku im? Ky është Filipe Coutinho. Bravo. Më vjen shumë keq që ka bërë 2 Ky gola është ka i festu. treti që ka talë me nderin me ju pas Dembeles dhe mbas Po të futem Brand në White. Real Madridi sa ka pat. Asnjë. Nuk ka pat. Asnjë. Ti ke lut me Komentoçi Coutinho, ke mos lut me mi qera. Lassana Diarre. Diarra është super lojtar, Po, e shiko- mbete Mourinho spektakël me sfush. Zotri, ai është thjesht Komento pak Filip ai Coutinho. është thjesht Hazardi i Barcelonës ai. është. Coutinho, Filitoçi. Po pra, Hazardi Barcelona, po ai Po është. Dembelea? Dembele. Braithwaite Dembele është Kakai. Kakaja. Po Braithwaite? Apo nuk do të marr gjithë me radhë. Nuk do të marr gjithë me Je radhë. dobët miku im. Je shumë dobët si ti, si skuadra jote, si lojtarët tu tek e tek. Unë jam dobët. Dobët. Të dielën flasim prapë bashkë. Të dielë e kemi vënë bastin. Si ti më parashiko që unë e thash, parashikimi është 3-0 gol Mbappé Asis Güler. Parashikimi jot? Parashikimi im. Ne jemi mësuar që pak ka të gola nuk ky lem. Kështu që po them këtë herë, po tregoj me tolerant, po bëjmë vetëm 3. 3 gola ju. 1-3. 1-3. 1-3. Basti është publik. Në rast se fiton Reali Madridit të dielën, në 6:30 do jemi live. Flori vesh fanellën e Realit. Në rast se fiton Barcelona do vesh fanellën e Barcelonës, po këtë mos e shpresoni se nuk ndodh. A të bën ti Në kjo? 6:30 të dielën jemi live. XL-ja, çaj. Do bëja një koment nuk po e bëj. Jemi live në 6:30 të dielën. Ndërkohë tashmë Flor, Po? unë dhe ti e mbyllim këtu, por pas pak do të vi ajo, Ne nuk fillojmë në gjë me mbyllëm atë. nuk po ndajemi.